Në xhamin qendrore të qytetit të Kërçovës, Sultan Bayazit, pas namazit të drekës, u bë duaja për 82 haxhin, të cilët nesër nga Kërçova do të nisën drejt vendeve të shenjta për të kryer një ndër shtyllat kryesore të Islamit, haxhin. Me këtë rast, sekretari i Myftinisë së Kërçovës, Xhemail Ahmedi, foli mbi rëndësinë e haxhit, duke ju dëshiruar haxh të pranuar dhe të kthehen shëndoshe mirë pranë familjeve të tyre. Thotë Allahu në Kur'an, për hir të Allahut, vizitoni shtëpinë e Zotit dhe kryeni haxhin për atë i cili ka mundësi. E kush nuk e vepron këtë, Allahu është i pasur dhe nuk është i nevojshëm për adhurimin që e bëjnë njerëzit. Vëllezër të nderuar, në kapitullin El-Hajj, në ajetin numër 24, Allahu i lartësuar na drejtohet për të na thënë. I thot Muhamedit a.s. po ai të na thot neve, dhe thirr njerëzit, thot Allahu, ftoi njerëzit që të kryejnë haxhin. Ftoi njerëzit që të kryejnë haxhin, e ato thot do të zgjedhin mënyra të ndryshme se si do të vijnë. Ai gjithashtu bëri të ditur se nga ana e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Myftinisë së Kërçovës janë marrë të gjitha masat e nevojshme për një rrugtim dhe itinerar të sigurt për haxhilerët. Unë do ta përfundoj duke ju garantuar një diçka. Bashkia Fetare Islame në përgjithësi, po edhe Myftinia e Kërçovës si pjesë e Bashkisë Fetare Islame në nivel të shtetit tonë. Për çdo udhtim të haxhit, për çdo grup, të jeni ju që do na përcjellni, të jeni shumë rahat, të jeni shumë të qetë, për arsye se ne me vete krahas sabrit që do kemi, krahas durimit që do bëhem, ne kemi një staf të perfeksionuar organizativ fetar dhe falë Zotit, si jetë kemi edhe një doktor specialist i cili do të jetë në shërbim të haxhilerëve tonë. Nisja e 82 haxhilerëve nga Kërçova për në haxh do të bëhet nesër me fillim nga ora 12 nga restorant Millennium.